Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam motiv për këtë çështje, për qetërsinë e zemrës që ta kemi me besimtarët, dhe mos majmë zili, inati, hidhërim me njëri tjetrin. Allahu azza wa jalla ka bën rregullore në këtë tokë, që dhe Allahu azza wa jalla mos na pranon atë të cilin nuk e pranon vëllin e vet. Pra të ndëgjoni këtë hadith që transmetoni me Muslimin nga Abu Huraira, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se çdo të hanë dhe të enjtë hapën dirët e xhennetit. Apo një transmetim thot çdo të hanë dhe të enjtë ngritën veprat javore tek Allahu azza wa jall. Pra veprat javore paraqiten tek Allahu azza wa jall çdo të hanë dhe të enjtë. Pra atë kur u pyet pejgamberi Allahu pse xharon këto ditë, ta për shkak se veprat javore paraqiten tek Allahu azza wa jall. Dhe Allahu azza wa jall i mëshiron dhe i fal të gjithë ata të cilët i kanë vepruar, të cilët kanë gabuar ndaj Allahut azza wa jall gjatë këtyre ditëve. Thot Allahu azza wa jall e fal çdo njërin që Allahut azza wa jall nuk i ka bën shirk. Çdo njëri i cili nuk i ka bën Allahut azza wa jall ortak, lëk. Allahu azza wa jall e falet përveç se njërin. Thot përveç se mes njërit që ka ngatërres me vllavin e vet. Thot Allahu azza wa jall lënë këtë deri të pajtohet, lënë këtë deri të rregullohet, lënë këtë deri të rregullon raportet me vllavin e vet. Për këtë arsye nuk guxon besimtarit të marrë ndihmë me vllavin e vet më shumë se 3 ditë. Për shkak se 3 ditë ka mundësi ta shfrenon ai zemërimin e vet. Mirë po Allahu azza wa jall i ka lavdruar në Kur'anin e Kerim dhe i ka lartësuar disa të cilët e frenojnë zemërimin e tyre. Derisa Allahu e ka emërtuar një portë prej portave të xhennetit me emrin wal kadhimin al ghayz. Dhe ata të cilët e frenojnë zemërimin e tyre. Pra thonë të Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, thonë të nëse ke fuqi që të akmirësh vëllavit tanë, nuk ja vlen ti që ta falendrojsh Allahun azza wa jall, apo nuk vlen që të falendrohet Allahu azza wa jall vetëm me një formë. Cila është formë? Që ta falësh vëllavin tanë. Pse e fal vëllavin tanë? Për çka se kam fuqi unë që të akmirësh. Këtë fuqi që Allahu azza wa jall ta ka dhuruar që të akmirësh, ke pozit, ke fuqi që të akmirësh. Si e falendron Allahun azza wa jall që Allahu ta ka mundsuar ti akmirësh, thot e falendron Allahun azza wa jall me falje. E falendron Allahun azza wa jall me falje. Pra thot Allahu